Partia Demokratike denoncoi kabinetin qeveritar me pretendimin se ministrat kanë kryer 27 shkelje gjatë procesit të deri tanishëm parazgjedhor. Gishtin Selia Blu e drejtoi dhe drejt KQZ-s, duke e fajsuar se nuk ka marrë asnjë mas ndaj ministrave. Deri tani janë denoncuar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 27 raste, të cilat lidhen me shkelje të kryera nga zyrtarët kabinetit qeveritar, ku përmendin Balluku, Manastirliu Gonxhe, apo të tjerë zyrtarë të institucioneve shtetërore, qendrore dhe vendore. Për këto 27 raste ankimimi KQZ ka vendosur pranimin e tyre dhe fillimin e hetimit administrativ për 16 raste, mos fillim hetimi për 6 raste, pushim të hetimit për 2 raste. Për të gjitha rastet për cilat ka nisur hetim administrativ, nuk kemi ende masa penalizuese të marra nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Zëdhënësja e antikorrupsionit në Partinë Demokratike, Genta Vangjeli, kërkoi nga KQZ marrjen e masave konkrete për të gjithë shkelësit e kodit zgjedhor.